Gazetari i medias së njohur gjermane Bild, Christian Falk, ka bërë të ditur se sulmuesi i Hoffenheimit, Fisnik Aslani, vazhdon të jetë në listën e dëshirave të gigantit evropian, Bayern Munichu. Aslani është përmendur si objektivi disa klubeve të mëdha evropiane për afatin kalimtar të verës, por Hoffenheimi nuk pritet ta lëshojë lehtë dhe as për një tarif të ulët. Ende ka thasetheme për Fisnik Aslanin e Hoffenheimit, i cili është gjithashtu në listën e Bayern Munichu, ka deklaruar Falk. Për 23 vjeçarin, raportohet se ka interesim edhe nga Barcelona dhe Borussia Dortmund, pas paraqitjeve të shkëlqyera me Hoffenheimin dhe Kosovën. Ai ka regjistruar 9 gola dhe 6 asistime në Bundesliga, duke u kthyer në një nga lojtarët kyç të ekipit, i cili po lufton për një vend në garat evropiane. Aslani ka kontratë me Hoffenheimin deri në vitin 2029.